nuk mund të të krahasoj ty me Selamiun, se Selamiu ka 760.000 pensionistë pas vetes. Po. A pra tani? Ai vetëm tek votën e vet kap 760.000 mendojnë si ai. Po tani. Po, mirë e ke. Imagjino të fliste Selami e Nisheri me... Do fliste ai më, iku. Po dakord më do fliste. Iku acarua Selami, u çua aty tha, më jep ti drejtën e fjalës tha, ç'a është kjo më ai tha. Se a hoqën ata mikrofonin. Po 3 minuta të prezantohen njerëzit apo kam pa neveri. Fakti që je aty, ore mu më duhet njerë munges respektin ndaj vetes. Të prezantohem unë në një tavolinë se kush jam unë, çka kam bërë unë. Po minimumi është munges. Po që aty dallohet. Deficientet pra. Jo, që aty përpos kësaj që aty dallon ti. Inkapaçat. Nevojën për PR. Për PR. Se s'kam PR vlla. Është nevoja për PR vlla. Kam mbajtur fjalimin që ishte para me, ishte 8 minuta. Jo, ishte një fjalim para, 2 fjalime para, se ishte edhe ajo kolege ime të Luarasi, Denisa Kele, që foli 30 sekonda shkërta, 40 sekonda edhe shpejt. Pa, mesazh. 8 minuta vlla. E ç'a tha? 6 minutat e parë mora vesh nga ishte edhe si kishte funksionuar kompania vetëm. E shë mbajtë mendin nga kjo? As si lloj gjoje vlla. Ç'a dha një ide? Më dha karburant që unë të bëja atë super mega fjalim që bëra. Po pas ka shërbyer për diçka. Shërbej mua unë e shikoj gjithmonë vlla, ndryshe nga të tjerë që në çana gjeti unë të zezës si a gjej gjithmonë një përdorim. Ma ka mësuar Bojo, miku babit mi Bojo Resortit, ishte një gjë, as si lloj gjoje të peshkut dhe gaforës nuk hidhet bëhet supë. Profe ajo të bën supë vlla, supë peshku, supë gafore, ç'a do ti? Oktapod, supë balene, supë peshkaqeni. Ç'a të ngelen i bëj supë vlla. Se lëon tjetën ta hedhësh ton se. Vëzrit tan Afrik vuajnë për një pikuj, ne shpërdorojmë vlla. Po. Në prishën tubat pastaj. Na prishën tubat. Edhe na japin me autobotin pra, eurave të zeza. Plago. Ka një lloj problemi shumë substancial këtu. Janë dalë të gjithë kundër të gjithëve, sepse të gjithë duan të mbeten në lojë ku çdo kush nga palët, cila do nga palët, ndihet e rrezikuar sepse nuk ka më bazament. Po. Edhe kanë dalë këto, jo po ti duhet dalësh, jo po ti s'duhet dalësh. Jo vlla. U më parë dal për një protestë në Libofsh. Edhe do ikë para protestit do bëhet jashtë. Qoftë edhe për drithrat, qoftë edhe për gjitha do ikë, do i harxoj ato 5 lekë me makinë. Do ikë të protestoj për ata vlla. Që dhe po deshën ata zë publik, që mbase nuk din të artikulojnë shkretet me kamera me gjonase. Zona rurale, vetë unë të flas në emër të atyre. Pa pikën e interesit përpose për Shqipërinë. Që t'ju tregoj këtyre tipave dhe këta e din shumë mirë që unë çfarë deklaroj këtu e bëj. Po. Që ta dim vllai që nuk jam kundër protestës unë, po nuk të vi të jap ty kauz. Ty jonjër. Ti e ke mbyll me mua vlla. Tavolina ishte shapi nga sheqeri. Sepse unë nuk rrit dot me qerosin, nuk rrit dot me prezervativin shumë përdorimshëm. Ti historinë ti se përjashtuan nga PT-ja. Pse? U vet përjashtove edhe ti? Jo. Aty të përjashtuan? Unë përjashtuan. Se Saliani shkret u vet përjashtua? Ja, mua më përjashtuan. Isha kryetar grup seksioni dhe bën një mbledhje kryesie dekës 11 ku isha antar kryesie, që ishte çuar njoftimi jo në grupin e njoftimit, por ishte çuar individualisht tek gjithë tjerët përveç meje. Po. Dhe tema e diskutimit ishte pse i kisha bërë lajk Gazbardit pa dashje. Seriozisht e ke? Po mo. Dhe këtë temë ngriti Albana Vokshi. Herës tjetër pastaj, kur erdhi puna Albana, se tash unë mundi jam bërë lajk Gazbardit që se si ka shkardora, se nuk kam përshtypjen që i kam bërë lajk Gazbardit, po ti duhet të kishte diçka personale. Thash po Gazbardin nga ti e njova, se ti thoi shpirti i motrës, zemra motrës. Si ishte sekretari i përgjithshëm Gazi, bënte listat në kohën e Lulbashës. Kjo është prapë sot bën lista, i se ca veta i ka kuota, i fut aty. Kanë kontribut, kuotat e veta i kanë atë partijë, përqindjen. Quhet si dush, është bërë shareholder ai në PD. Se erdhi dhe Berisha më tha, ore tha 8 vite ishte tha Lulbasha kryetar, tha po ishte djali i keq. Po nuk shkova unë ta marr në Holland Lulbasha, më solle ti. Ore vitet më të bukura të jetës time, që nga 2015 që unë kam aktivitet politik deri në 2021. Ore politik, po se ndoshta publik jo, po politik. Minimumi kam marrë pjesë në ato protesta. Kam qenë me në antar komisioni, apo më thët tash. Antari më i thjeshtë i asaj partie, kam marrë tesër.
Po s'po të më thuash ti, më falë se ishte gabimi im ti çova dëm një 8 vite jetë. Se politikani që prap nuk ja vën dyshim burrërinj Sali Berishës, nga këto gjëra matet ma përgjegjësi për vendimet e veta. Se nuk janë vendime për veten, janë vendime për një mas njerëzish. Pra drejtuesi, lideri, quhet si dush. Berisha, unë kam bërë një gabim në perceptimin për Berishën, sepse unë e kam menduar si burrshteta, si lider. Nuk është lider vëlla, se lideri është ai që garanton trashëgimin. Është pragmatist. Është pragmatist edhe është general vëlla, general ambicioz. Pra ai ka të gjithë të bindur poshtë vetes, edhe mjafton vetëm fitoria e tij, po. E sakrifikon. Po. Si pira, Po. Ai do të marrë vetëm fitoren e vet vëlla, se ç'a bëhet me ty, me mua, me tjetrin. Edhe po sakrifikove 80% ushtrisë, mjaftoi që ti s'ka problem, vetëm ti je aty, domethënë ti je akoma gati për të bërë luftën tjetër. Se pas kam parë në këtë këndë ushtrim. Unë kështu e kam parë, sepse e kam studiuar shumë Berishën dhe Ramën për t'i bërë mbrojtjen atëherë, që më duhej për t'ia bë. Pa ma kërku Berisha për të qenë sinqert. S'ma ka kërkuar asnjëherë. Unë e kam bërë sepse shpirti opozitarit. Biles. Në atë kohë kur e kam mbrojt ti se mënonte kush. Ishte këto sot, jo edhe këto që sot. Ishte çik sfide ime personale se ti e di që unë kam qef gjërat më të vështira ti bëj. Po. Edhe të flasësh për Sali Berishën në ngrata. Njerëzve nuk janë bante trosh me ta thonë, nuk janë bante bytha vëlla me artikulu kundër ambasadës amerikane. Se këta ishin gjithë me bukë nqese te dera ambasadës për të marrë në projekt, në një gjë, me vjedh në $1, a kupton? Ndoshta prandaj edhe këto influencer ne kanë bërë shareholder Gazbardin po. Pikërisht pra, se i di pisliqet njëri tjetrit. Po e kanë mbrojtur në atë lloj kohe, po unë kur që ankohem për Gazbardin se tash që po kota ankohem. Pse? Pa një spak ka që Flamurnoka sot është spak për Gazbardit. Që Belindin me gjithë Besar Xhaferin të shin spak për gjitha kallëzimet të Gazbardit. Ka, imagjino nesër larg qoftë, se unë nuk ja, duke qenë se kam përjetu vetë Burgun dhe nuk ja uroj as hasmit Burgun. Larg qoftë të dënohet, po themi, Belind Kalliçi për akuzën që i ka çu Gazbardi, apo për denoncimin që i ka bërë Gazbardi. Ç'a partie, ç'a i lidh, ç'a e kupto tani? Që i lidh ata? Gerontokracia vëlla. Unë ankohem që s'm futin në amnisti. I lidh vëlla, i lidh frika që kanë ndaj përbindshit madh. Berishës. Ai tredh këta gjithë. Para ti këta nuk janë burra vëlla. S'ka pik burrnia para doktorit. Kryetarokracisë. Jo, doktori është doktori o vëlla. Po. Doktori pranon edhe shpendin parti, edhe Wilsonin pranon edhe këtë. Tani më i lehtëshëm për doktorin është Servili që i put dorën se sa unë ti o vëlla. Ç'është e vërtetë atë? Kryetarakraci. Edhe këta i ka kshu vëlla. Po. Jo, po, për aq kohë sa e bëjnë veten këta që të përdoren shumë mirë u bën mo. Tash ti e lut tjetër, hajde më përdor. Pse mos përdori doktorin? Fund ditës. Inshallah, si asnjë përdorim. Tjetë doktori. Je disa përdorimsh, jo si ato të tjerë që janë një përdorimsh. Po. Se ato që marrin informacion. Po. Ta shumë përdorimsh valla. Po. Ta vetëm laje, hekurose, fute prap. Po, edhe pa la. Edhe pa lagur tuti se. Domethënë na kupton vlla. Në ato lloj partie është turp që ta quash protest një. Prandaj po thot vllai që nuk është për të bërë sepse nuk sjell kur ndryshim. Unë e kam thonë atë 500 euro do ta them edhe 5 miliardë euro vlla. Natriumi dhe klori vllai im nuk japin kur sheqer, japin krip. Kombinoj ti bëj valenca plus valenca, ndryshoja të gjitha, futja H2O bëj çfarë të dush vlla. Ajo prap nitrat sodiumi XY prap në produkti kripës do jetë. Nuk kep kur sheqer. Trecirë ngopur më e pangopur e gjitha me janë diskutime të tjera. Janë diskutime të tjera. Kam qenë shumë mirë në kimi. Edhe unë kimi organike. Ideja është inorganike shumë mirë. Inorganike se kam pas shumë qejf se ishte shumë teori dhe mos pëlqen teoria dhe gjërat shkencore. Më pëlqen shumë praktika. Unë nga që kisha qejf matematikën dhe fizikën. Kurse organike pastaj ishte dashuri vëlla. Edhe sot e lexoj një herë, shikoj vetëm për fiksim. Për të bërë lidhje të benzenit me nitrate. Po. Tali trinitroglicerin. Po kisha frikë domethënë se do bëshim aq mirë në kimi organike do na kisha marr kartelet e El Chapo Guzman, apo hiqi erën. Vlla. Që ti vendosim pikat mbi sh. Nuk quhet protest kur ti e bën vetëm për të rritur PR-in tënd dhe për t'i treguar
skenës politike që partia që mbledh më shumë njerëz në shesh Nga opozita. në opozita është PD-ja. Që të krahasohesh me Adriatik Lave, me Agron Shehin, me Arlind Qorin që janë çuna të vegjël si parti përballë Partisë Demokratike që ka 35 vjet struktura, është si puna të luash me nipin tënd FIFA dhe të kënaqesh që e rrafë 10-0. Më kupton më tat. Po. Nipi jot 5 vjeç, luash ti me FIFA ta rrash. Çfarë mund të bëjë një 5 vjeçar valla? Në FIFA si lloj sa ka konceptin futbollit. E puna edhe puna këtyre. Këta janë konkurrencë me Adriatikun. Janë fiks këta luajnë për vendin e dytë valla. Biles se duke punuar tani që edhe po u shpërndaj ajo partia, ti po prap në pole position ajo që do ngjelet struktura nga kjo. Që të jenë të dytët këta pas Ramës. Po. Si do rrëzohet Rama valla? Në pas të shareholders. Pse duhet hidhje ti te parlamenti? Edhe tek kryeministria që është institucioni i shtetit shqiptar. Dhe Rama nuk rri aty. Jo.